Sa e thekson Islami çështjen e mëshirës? Islami e thekson shumë çështjen e mëshirës dhe një nga emrat e bukur të Zotit është Ar-Rahman dhe Ar-Rahim. Pra, mëshirues, mëshirdhënës. Ai person i cili mëshiron përfiton drejt për drejt nga mëshira hyjnore. Profeti jon Muhamedi, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të, ka thënë: mëshiruesat i mëshiron mëshiruesi. Mëshironi ata në tokë që t'ju mëshiroj ai në qiell. Pra, kjo lidhje e emrit hyjnor me personin i cili mëshiron të tjerët është një lidhje shumë e fortë dhe përfitimi është shumë i madh. Kur njeriu mëshiron të tjerët, atëherë mëshirohet nga Zoti. Po gjithashtu e kundërta. Profeti jon Muhamedi alayhis salam në një hadith tjetër ka thënë që ata të cilët nuk mëshirojnë të tjerët, nuk mëshirohet nga i Madhi Zot.